ju kërkojnë ndjes për krahasimi, por janë si sardele 7 vet në një ambient 10 metra katror. Kështu zyrat tona janë 9 deri në 10 metra katror dhe ata janë nga 7 vet për çdo zyrë. Një inspektor konkurrence trajnohet për shumë vite brenda dhe jashtë vendit në programe të institucioneve ndërkombëtare. Njohuritë e tyre janë unike dhe nuk mund të gjenden lehtë në tregun e punës shqiptar, por ndërkohë kërkohen nga tregu privat. Largimi i tyre është një humbje për institucionin dhe për shtetin. Prandaj këtu sot përpara jush nuk kërkojmë rritje pagash, por të paktën na ndihmoni që punojësit e autoritetit të konkurrencës të marrin shtesë për vështirësi pune. Ne jemi në kushtet edhe të problematikave të higjienës. 35 zonja të cilat shkojnë në një tualet është shumë banale që po e them, po ka ardhur në momenti që duhet thënë tashmë se nuk mban më. S'ka arkiv, në ambientet ku ne bëjmë mbledhje përdoret edhe për arkiv, po të shikosh muret janë plot me dosje, të cilat normalisht nuk duhen mbajtur ashtu. Po e se s'kemi se ku t'i mbajmë, vetëm të fillojmë t'i mbajmë për zyra.